E hëna është mundësia e fundit e përballjes së palëve në sallën e parlamentit. Kryetaria e Kuvendit Elisa Spiropali ka firmosur urdhrin e fundit për të thirrur seancën plenare para se Kuvendi të shkojë në pushim zgjedhor. Seanca pritet të nisë në orën 10 të paraditës dhe të zgjasë deri pas ditën e vonë. Në rendin e ditës janë planifikuar votimi për të krijuar Bankën e Shqipërisë për Zhvillim dhe projekt ligji për rinin. Ndërkohë pritet të zgjidhen edhe 10 anëtarë dhe kryetari i ri i Këshillit Drejtues të Radio Televizionit Shqiptar, si dhe disa anëtarë të bordit të Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri. Por me sa duket, avokatja e popullit Rina Ballanca do të vazhdojë detyrën edhe pse i ka përfunduar mandati prej më shumë se 2 vitesh, ndërsa emri i ri pritet të kalojë të zgjedhurve pas 11 majit. Kushtetuta pra shikon që parlamenti nuk mblidhet më 45 ditë para zgjedhjeve të përgjithshme, ndërsa deputetët aktual do të rikthehen në punë pas zgjedhjeve deri në korrik. Ndërsa në shtator atyre u mbaron mandati, të cilin e nisin 140 deputet të dalë nga zgjedhjet e 11 majit. Seanca me deputet aktual gjithsesi mund të mblidhet vetëm nëse kërkohet një seancë e jashtëzakonshme. Sipas listave të kandidatëve për deputet, 12 nga Partia Demokratike dhe 24 nga Partia Socialiste nuk do të kenë mundësinë për të rikthyer më në parlament pasi nuk janë kandidatë të 11 majit.